Pika e tretë është shqyrtimi i programit të projekt ligjeve për vitin 2026 dhe 2028. I nderuar kabinet qeveritar, mandatin e kaluar shënuam numrin rekord të legislacionit propozuar në Kuvend të Republikës Kosovës, gjithsej 320 ligje. Në këtë mandat vazhdojmë me të njëjtën vendosmëri për të sjellë ligje të qarta e cilësore në dobi të qytetarëve të Republikës dhe të sundimit të ligjit. Në kuadër të agjendës legislative do të prioritizojmë, pra për vitet 2026 dhe 2028, procedimin e projekt ligjit për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe projekt ligjin për çmimet tavan, të cilët do t'ja përcjellim më pas Kuvendit të Republikës Kosovës. Për më tepër, të gjithë ju e keni marrë tashmë materialin. A do fjalën dikush për diskutim? Fjalën e ka kërkuar ministri për komunitetet dhe kthim në Nadrashiq. Atëherë, nëse është në rregull, në herën e parë, rastin e parë që do kemi mundësinë për me bërë plotësim ndryshimin e agjendës legislative, mund t'i përfshijmë edhe këto, ministër Rashiq. Besoj që je dakord që kur ta përgatitni ju materialin dhe herën e parë ku do të kemi mundësinë që ta bëjmë plotësimin, ndryshimin e agjendës legislative, t'i përfshijmë edhe ato që të përmendet ju. Atëherë, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.